Rikthehemi me pjesën 2 të duelit ndërmjet Bashkimit dhe Rahovesit 0-29-37 me 41 në të mirë të Rahovesit pas pjesës së parë. Brështarët e kontrolluan sidomos çerekun e dytë të përballjes, duke u shkëputur në rezultat edhe deri në +9, ndërsa skuadra e Bashkimit në vazhdimësisht në ndjekje të rezultatit arriti të shkrihen avantazhin gjithsesi. Epërsia erdhi fal tresheve, pra treshet e bën diferencën 6 të Rahovecit. Vetëm një herë kanë qenë të saktë. Pris Drenasit, vjen një aksion i bukur e Armstead dhe Lake. Fundit me ngulitje realizon për 39-41. Kosha shënuesi më i mirë pas pjesës së parë. Dekuan Lake tashmë e qëlloi edhe pikën e 12. Bardh Rexha është më i miri tek Rahoveci, vjen blokada e Dekuan Lake. E topi humbur i Bashkimit. Pasimi i gabuar i Shannon Shorter jep mundësinë e pikëve. Cantrell Pullian qëllon 39-43. Armstead përgjigjet në anën tjetër, realizon ndaljet edhe me faull. Ne shohim edhe një herë dëbërtimin e Malcolm Armstead. E qëllon edhe quajtjen e lirë për të shkrirë në vetëm një avantazhin, 42-43. Johnson. Tamas tek Pullian. Bukur ai top tek Bardh Rexha, edhe mëtej. Kapiteni në disponim të mirë për lojë, 6-6 nga loja është, asnjëherë nuk ka gabuar. 15 pikë të Bardh Rexhës, 42-45. Duhet e doan për një tëreshë Armstead. Nuk arriti të realizon. Pullian. Cantrell Pullian. E shkurtër mbi të gjuajtja kësaj radhe. Ati ishte Dekuan Lake. Shorter. Lake. Nuk qëllon Dekuan Lake kësaj radhe në nëkash. Afër të ishte Snik Rugova. Thomas. Te Adonis Thomas. Gjuan nga gjysmë distanca, nuk arrit të realizon. Ka faull në kësh. Është Malcolm Armstead ai i cili ka shkaktuar faull. Do ta shohim edhe një herë faullin e Armsteadit. Rugova tek Rexha. Snik Rugova. Timber Treshe nuk është i sakt. Shannon Shorter e merr top. Vamu tek Lake. Sara dhe fiton duelin me Rugovën. Edhe njëri sakt është Dekuan Lake me pikën e 14. Edhe më tej vazhdon të jetë në ndjekje të rezultatit skuadra e Bashkimit, teksa Cantrell Pullian nuk po ndalet së realizuari. Edhe një tjetër depërtim i suksesshëm i tij, pika e 15, Shorter Gjuan realizon dhe do të jetë edhe në vijën e gjuajtjes së lirë. 26-47. Mundësi për Shorter që edhe të parezon
e qëllon edhe gjuajtjen e lirë, gjithë shka baraz edhe njëherë nëse za i suroj 27-27. Thomas Johnson në afërti është në Vamu. Regja gjuan edhe njerë për treshe, hera e parë që nuk shëllon Bardh Regja, për shini luftën e Fisnik Rrugovës që e merë kërcimin në sojnë vazhdanë. Sulmi i Ravecit, presion e mbrojtje i Lejson Zeqirit, i cili edhe në qerekun e parë ishte fantastik. Ky asist, alley-oop perfekt i Zeqirit për Dequan Lake. No look pass nga Lejson Zeqiri, mbrojtja ishte fenomenale e ti, e vodhja top, e asistoj në anën tjetër, teksa faul në anën e Ravecit tashmë është Zeqiri, pikërisht ai që ka shkaktuar faul ndaj Adonis Thomas. Në shoj momentin e personales. Rrugova të Pullion. Mbrojtje e mirë tashmë edhe Malcolm Armstead. Zeqiri në kundërsojnë ndaljet me faul. Arriti të realizon, tjetë në vjen e gjuajtje së lirë. Djetë piki ka tashmë Lejson Zeqiri, 4 kërcime, si dhe 4 topa të vjedhur, nuk qëllan në tentimin e parë nga vjen e gjuajtje së lirë. Në të dytën është i sakt. Shojmë që kthehet në lojë Hadis Durguti në vend të Bardh Regjës. Kapiteni i cili është edhe më parë tashmë ka 15 pikë. Pullion tek Thomas i lirë, për 3 nuk është i sakt. Armstead, Shannon Shorter, për anti është Hadis Durguti. Edhe njerë Armstead tek Shannon Shorter. Nuk shkon pasimi i ti për Dequan Lake. Vamu, Lake nuk qëllaj, teksa nga plani i dytë vjen Shannon Shorter që realizon. E përmirëson Dequan Lake-un që nuk qëllaj, me njerë ka kërkuar time out Goran Samargjiev. Pas këti realizimit të Shannon Shorter i kthehemi pas time out-it.
Pullian tek Rugova. Thomas, Cantrell Pullian. Timi ti për 3 nuk qëllon edhe një Lejson Zeqiri më i larti në kërcim. Lake të Cousins. Shkën nga ana e kundër të realizon Isaiah Cousins. 8 pikë të ti. Për 54-27 tashmë ka marrë kontrollin në ndeshjes skuadra e Bashkimit, 17-6 në këtë çerek, në të mirë të portokallit zinjeve. Faul ndaj Pullian. Malcolm Armstead ka shkaktuar personale, duhet zëvendësohet për të pushuar paksa në lojë Valion Bunjaku në vend të tij. 4 minuta lojë deri në përfundim të çerekut të tretë. Tjetër personale. Tashmë e Lake e dyta e ti. Dhe personale e 4 ekipore skuadrës së Bashkimit. Thomas. Nga vërti është Lejson Zeqiri. Çalson. Tenton për 3 në sekundat e fundit të aksionit. Realizon duke që ishte dyshe. Ka shkelur vijën. Cousins ndalet në gjysmë distancë, nuk qëllon. Topi në duart e Pullian që niset. Thomas. Te Adonis Thomas shënë mbrojtjen e Nvamu, topi shkon tek Jalen Johnson, i cili edhe një realizon kur hyn në seri nuk ditë të ndalet. 54-52. Shkrihet tashmë edhe një avantazh i skuadrës së Bashkimit, super i nervozuar trajneri i portokallit zinjeve Igor Jovovic. Do të kemi rishikimin e rastit me gjas nëse ishte dyshe apo treshe. Atër u rishikua edhe njerë nëse ka shkelur vijën Jalen Johnson apo jo, dhe u konfirmua që ishte dyshe dhe jo treshe ajo para prakja, jo kjo e fundit. Lojnë 5 sekunda, nuk arrin të rikthejnë topin në lojë. Mysafirët japin mundësinë Bashkimit që futet në rezultat. Tashmë 3 minutat e fundit të çerekut të tretë. Bunjaku. Tek Bickerstaff. Lejson Zeqiri gjuan për 3 pikë, realizon Lejson Zeqiri. Dhe kjo është vetëm treshja e dytë e natës e sotme nga skuadra e Bashkimit pas 15 tentimeve. 14 pikë të Lejson Zeqirit, 6 kërcime e 4 topa të vjedhur.
Adonis Thomas. Gjua nga gjysmë distanca, nuk qëllon do pikëthehet në duart e Kentrell Pullian. Nuk ka Trishe. Nwamo. Shkakton faul. Durguti. Dhe shojmë edhe njerë. Kishte momenti personalis Adis Durgutit ndaj Ike Nwamo. Në zëvendësohet Durguti. Në loj kthehet Bardregja. Nuk qëllon në tentimin e parë. Sakt. 58, 52. Janë mbrojtje nga Nwamo, për vazhdon të ruan topin Jalen Johnson, do të ketë tentim për 3 pik nga Adonis Thomas, i cili realizon 58-55. Nuk ka shkëputje për bashkimin, po vjen në vazhdimsi përgjigja nga Rahoveci. Bunjaku. Para ti është Adonis Thomas, Bunjaku me një floater. E përfundon aksionin, realizon 60-55. Rugova. Tek Pullian e këta në top. Ja, heqat të top nga duart Bickerstaff, Kentrell Pullian. Ullet për të pushuar Lejson Zeqirin, loj në vendet i Muhamed Ali Anjeva. Jalen Johnson. Bukur të Bardregja, i haruar në kosh. Edhe një herë i sa kapiteni. 17 pikë të Bardregjës. 8-7 nga loja, vetëm një herë ka huqur. Cousins tek Muhamed Ali Anjeva që do gjuan për Treshe, nuk ka Treshe. Kentrell Pullian edhe njerë, më i larti në kërcim. 6 kërcime të ti, 6 asistime, 15 pik. Pullian. Jam të Kentrell Pullian. A këthyër topin tek Adonis Thomas, i cili e hum këtë top. Shojmë lojën e ti 1-1, pavarësisht që është më i rënd në pesh se sa kundërshtarët e ti, është super i lëvizshëm Adonis Thomas. Bukuraj top tek Bickerstaff që blokohet nga Bardregja, qfar faule i Bardregjës, se ngriti me njëherë dorën. Dytë lira për TJ Bickerstaff. Nuk qëllon e tentimin e parë, Bickerstaff.
Të dytën e realizon Pullian. Shkan në mësim të zgjatur Kentrell Pullian. Pullian do të tenton për 3 pikë. Kentrell Pullian nuk është i sakt. Përfundon çereku i tretë. Bashkimi e përmbys rezultatin pas ishte në disavantazh pas pjesës së parë e në këtë çerek 24-16 në të mirë të Prizrenasve, të cilët tashmë në 10 minutat e fundit do të hynë me ebërsi prej 4 pikëve. Rikthehemi pas pak me çerekun e fundit. Bunjaku tek Muhamed Ali Janjeva, opsioni i parë i skuadrës së Bashkimit në çerekun e katërt. Për 3 pikë Valion Bunjaku nuk arriti të realizon. Thomas tek Rugova. Snek Rugova nuk është i sakt, topin në duart e Bardh Regjës. Edhe njerë marri ngërcimin në sol në vreshtarët. Edhe njerë dueli Rugova Bickerstaff. Regja Johnson. Faul i Isaiah Cousins. Pullian. Nuk shkon pasimi, mbrojtje e mire Cousins. Gjithsesi pasimi nuk shkoj deri tek ai nga Bickerstaff, por topi përfundoi jashtë. Do të vazhdojnë të takojnë skuadrës së Bashkimit. Dalet loja.
Po e diskutojnë gjyqtarët çështjen e kohës. Cousins tek Bunjaku. Kalon Bunjaku. Shkon topi tek Aizia Cousins që do të ndalet në gjysmë distancë, realizon. Pika e 10 e Aizia Cousins për 63 me 57. Pikë të para në çerekun e katërt. Pullian. Bardregja. Tonë edhe njerë për Treshe kapitini, nuk qëllon kësaj radhe. Cousins. Mvamu për 3 pikë realizon, Ike Mvamu. E shohim edhe njerë asistimin e Aizia Cousins për Mvamu, i cili qëllon për Treshe. Tashmë 66 me 57. Kjo është edhe ebërësia më e thellë e skuadrës së Bashkimit sonte. Ishin deri në +7, ndërsa nga +9 ebërësi pati skuadra e Rahovecit. Kthehemi pas këtij time-outi ku ka mbetur edhe 8 minuta e 19 sekonda deri në përfundim. Më shohim presionin në mbrojtje të Portokallës Zinjeve, të cilët e vjedhin me njerë këtë, presioni Bunjaku të vjedhër Mvamu, i cili asiston për Lejson Zeqirin, dhe tashmë krijohet edhe ebërësia e parë, 2 shifrore 68-57. Kemi do të shohim si do të përgjigjet Rahoveci, edhe një tjetër të vjedhur. Valon Bunjaku ndalet me faul, do të jenë 2 të lira për të, personalja e Thomas. Nuk ja lejon depërtimin kapitenit të skuadrës së Bashkimit. Qëllon në tentimin e parë. Valon Bunjaku, pika e 3 e tij. 69 me 57. Nuk qëllon në dytën, lufton për atë. Tikuan Lejk, vazhdon sulmi i skuadrës së Bashkimit. Aizia Cousins, para ti Bardregja. Edhe njerë Cousins nga gjysmë distanca, edhe njerë është i sakt. 12 pikë të Aizia Cousins për ta shkëputur edhe më tepër në rezultat skuadrën e Bashkimit. Buku lëviz topi tek vreshtarët. Rugova nuk qëllon për 3. Albin Berisha e ka marrë topin me gjithatë, ka bërë në hapa. Shohim edhe njerë gabimin në hapa të Albin Berishës. Edhe pse e muri atë kërcim në sulm. 10-0 seri e Bashkimit në këtë qerek. Topi humbur tashmë Mvamu, e Bunjaku shkakton faul.
Berisha e kthen topin tek Pullian. Nuk shkon ai pasim me edhe një tjetër top i vjedhur. Isaiah Cousins niset në kundërsojnë, blokohet nga Jalen Johnson. Kall fantastike e Johnson. Topi do të vazhdon t'i takon skuadrës së Bashkimit. Sa bukur Bunjaku për Shannon Shorter, i cili realizon për ta vazhduar serinë e portokallëzinjëve 12-0. Vim Berisha gjuan, nuk është i sakt. Bunjaku, faul i Berishës. Shojmë statistikat e anëve. Regja më i miri tek Ravec me 17 pikë, teksa Dikuan Lake pëllua me 16 tek Bashkimi, aq sa i ka edhe Lejson Zeqiri, që është lojtari më i vlefshëm në fush. Si ka kontribuar edhe me 6 kërcime dhe 4 topa të vjedhur dhe ka index prej plus 24. Ndalet loja. Do të kemi rishikim të rastit. Atëherë u rishkua edhe një herë rasti. Bunjaku pa trajnerit rishikon edhe një herë pasi ishte në tentim për të gjuajtur në kësh. Po topi rikthehet nga anash në loj. Cousins. Bukur tek Lejson Zeqiri në korneri i lirë, gjuan për 3 pikë, realizon 15-0 seri e Bashkimit. Tash më vin pikët e para të Ravecit në qerekun e 4. 76-59. Cousins nuk qëlloj. Faul i Lejson Zeqirit nuk e lejon vazhdim në sulmit të skuadrës së Ravecit. Ndalme personale Albin Berishën. Albin Berisha bukur shkoj deri në fund për të realizuar 76-61. Shannon Shorter në anën tjetër, loja 1-1 e tij arrin të qëllon 16 pikë edhe për të. Kentrell Pullian në anën tjetër, edhe pse tentoi ta bllokon Dikuan Lake, arriti të realizon. Shorter tek Lejson Zeqiri. Arrin të qëllon Lejson Zeqiri, 21 pikë të Lejsonit. Bukur ajto tek Albin Berisha, që realizon time-out, ka kërkuar Igor Jovovic. 80-65. Seria prej 15-0 e Bashkimit ishte vendimtare për të krijuar kjo e bërsi. Prej 15 pikëve gjithsesi, edhe më tej
i pakënaqur trajneri Igor Jovović, që normalisht nuk i shkuan mirë 30 minutat e kësaj përballjeje dhe nuk dëshiron që në këtë çast të bie koncentrimi. Rikthehemi pas pak. Armstead është kthyer në lojë në vend të Valon Bunjakut. Tashmë 4 minuta e gjysmë deri në përfundim të kësaj përballjeje. Shorter. Bukur ai pasim. Armstead i lirë. Isaiah Cousins realizon. Është dyshe e ka shkelur vijën. Aksioni fenomenal. Definitivisht. 82-65. Pullian. Thomas tenton për treshe, nuk është i saktë me i lartë në kërcim. Isaiah Cousins që ndalet me faul. Zeqiri dhe Lake do të ulen Bickerstaff dhe Janjeva në lojë. Ne shojmë edhe njerë realizimin para prakt të Isaiah Cousins dhe ka shkelur vijën. Shorter. Shannon Shorter, që nga gjysmë distanca nuk është i sakt. Pullian. Johnson. Timi T për treshe, airball. Cousins. Tenton edhe njerë nga gjysmë distanca, edhe njerë është i sakt. Lojtari i tretë me pikën e 16 tek bashkimi. Isaiah Cousins. Shorter e Lake, që të tre janë me nga 16 pikë. Shorter arriti të marrë atë pas tentimit të Cousins, por shene tani topin e vjedhur të Isaiah Cousins. Faul, jo nuk ka faul, është blokad. E kësaj radhe është faul. Me të vërtet, interesante ishte ajo parabrokja. Njaft e është për ajo blokad. E Pullian, shojmë edhe njerë. Unë e thash faul, me gjithatë, si pas gjyqtarëve, gjithë shka e pastur këtë. Bickerstaff nuk qëllon në tentimin e parë nga vija e gjuajtjes së lirë. As të dytën nuk e realizon Bejtu 84-67. Pullian. Rugova
tek Durguti. Sekundat e fundit të aksionit arrin të gjuan Adis Durguti, megjithatë kishte përfunduar koha. Bunjaku. Bukur ajtabi Bunjakut për Biggerstaff, i cili realizon. Time out ka kërkuar trajneri Goran Samadjiev, kur tashmë Eversia është thelluar edhe më tepër 86-67, kontrolli plotësisht në anën e skuadrës së Bashkimit në 10 minutëshin e fundit. Eversia maksimale prej 19 pikëve. Kur po i afrohemi fundit, rikthehemi pas pak me 1 minutë e 50 sa ka mbetur. Tjetër topi vjedhur i Prizrenasve, gjithsesi nuk shkon ai pasim prapa shpine i Valon Bunjakut. Vjen tentimi nga Visare Jupi për 3 pikë, i cili realizon. Bunjaku tek Biggerstaff, edhe njerë Bunjaku. Mire mendoj, kaloj me këmbë. Nuk shkoj as ky pasim i Bunjakut për Biggerstaff. Durguti tek Ejupi. Rexha. Pullian. Tenton për 3 pikë, Kentrell Pullian. Nuk qëllon për vete, merë dhe njëra top, e këthen topin të Adis Durguti. Nuk ka trishas nga i Biggerstaff, ishte më i lartë në kërcim. Teksa shojmë Shorter i 2 vishuar, e gjenë debërtimin në realizon Shannon Shorter. Pavarësisht që i pati 2 lojtar para ti. Qëllon 88-70. Ejupi do të tenton edhe njerë për trishe. Nuk qëlloj. Tashmë 27 sekundat e fundit, Bashkimi do të arrijë fitoren ndaj Rahovecit, i revanshohet për humbje në duelin e fundit me tyre. Falë qereku të 4 më të mirë, 30 minuta loje barabart u zhvillua teksa në qerekun e 4. Ajo seria prej 15-0 ishte vendimtare për ekipin e Bashkimit. 89-70. Edhe njëri sakt Biggerstaff. Krijohet edhe Eversia prej 20 pikëve kur jemi pranë fundit. 21 pikë, 6 kërcime, 4 topa të vjedhur nga Lejson. Zeqiri më i miri në fush për skuadrën e Bashkimit. Ndërsa me nga 16 pikë luajtën Lejke Cousins. 18 pikë, 8 kërcime nga Shannon Shorter për këtë fitore të portokallëzinjeve. Në anën tjetër, 19 pikë nga kapiteni Bardh Rexha. Kentrell Pullian i shtoi 17,
Adonis Thomas, 14-11 pikë tjera ardhën nga Jalen Johnson. Për pak qasti du t'jemi edhe me intervistat. Atëherë pranë me është edhe trajneri i skuadrës Ravicit. Coach, you managed the 30 minutes of the game, but the last quarter, that series of Bashkimi 15-0. What happened on the fourth quarter? Like first, Bashkimi, congratulations for Bashkimi for the win. We try to play how it's possible to play because our big guy Julian Roche is injured. Yeah. In the first quarter, Umipik they have same problem with the leg, but we play good 30 minutes. After that, we drop because our physicality is in this moment is like to. I am here one day. I come yesterday. Yes. I was about to ask. Yes, it's very difficult for me. It's very difficult for the players to adapt it. But now I think we will have more time to practice, to work on our system, and I think we will be better and better. And coach, since it's just the beginning for you, your first game, first days here, what do you think that you should fix in this team and that you can do better in the next games? Of course, I will try. I will give 100% from me to fix this team. I believe in this team. We will see how they go now on the next game. We have now 2 games for 1 week. The time is short, but I will give 100% to prepare the team. We will see if enough or not enough. For us, it's very important game with Pristina, because we must win this game if we want to stay in the league. Thank you very much, coach. Good luck next games. Atëherë ishte me trajnerin e skuadrës së Ravicit. Ai tha që fillimisht e përgëzoi skuadrën e Bashkimit për fitore. Tha që ishte një ndeshje e vështirë për neve pasi që na mungoi edhe Julian Roche, por mbas u lëndua edhe Aizia Umipik nuk pati mundësinë që të vazhdon dhe pavarësisht këtyre problemeve ne patëm një paraqitje mjaft të mirë për 30 minuta.
Tha gjithsesi, janë vetëm ditët e mia të para në këtë skuadër, vetëm një ditë kam qenë me skuadrën dhe është ndeshja ime e parë dhe duhet mundohem të jap 100% që të përmirësoj në vazhdim disa gjëra, që të kemi paraqitje sa më të mira. Tha për neve është shumë e rëndësishme ndeshja kundër Sigal Prishtinës, ndeshje të cilën duhet ta fitojmë patjetër nëse dëshirojmë të qëndrojmë në ligë. Për pak çaste do të jemi edhe me trajnerin e skuadrës së Bashkimit. Pra me tashmë dhe kryetrajneri i skuadrës së Bashkimit, coach, 30 minutes Ravesi didn't let you to create that lead that you wanted during the whole time. In the last quarter, 15-0, and you got the whole control. But why you couldn't do it earlier, and what happened in this game? Overall, we cannot be happy with the performance in the first half. We were always one step behind in both ends, and I think that the turnovers, especially in the first quarter, hurt us a lot. When we find the balance through a normal defense in the second half, we start to execute the plays more, and I think that we deservedly won. Yeah, coach, now you will play against PEA. It will be a hard game, even though you have the lead against them. You're traveling there. How do you think that game will go, and what do you think that you have to do to get that important win, I think? Very challenging game. This is a minimal lead, definitely. And as you see, the whole league is balanced. Everybody can win against anybody. So we need to go with a proper mentality to be ready to compete for the win and not to think about saving this advantage. And I think that we will be ready. Thank you, coach, very much. Good luck in next games. Ishte trajneri i skuadrës së Bashkimit, tha që në pjesën e parë nuk arritëm ta menaxhojmë ndeshjen mirë, sidomos topat e humbur ishin vendimtar që nuk pa arrinim që edhe në sulm të i vazhdonim planet tona, megjithatë në pjesën e dytë kur filluam të aplikojmë mbrojtjen që po e kërkonim, arritëm që edhe në sulm të jemi më efektiv dhe të realizojmë ato sulmet tona. E pyeta edhe për ndeshjen kundër skuadrës së PES, se si preçet shkon, duhet të shkojmë shumë të fokusuar, tha, pasi që do të jetë një ndeshje shumë sfiduese, duhet ta mbrojmë atë rezultat, pavarësisht që kemi epërsin, e dim që është një ligë ku secilin mund të amposh dhe mund të ndodhë gjithçka, megjithatë një koncentrim na duhet që ta arrijmë edhe të marrim atë fitore. Të nderuar shikues, kaq nga kjo përballje, unë juftoj që të vazhdoni të qëndroni me programin e pasur sportiv të Art Motion nga Ulpiana. Natën e mirë.